unë personalisht nuk do fajsoja kryeministrin, të paktën në këtë rast, por përgjegjësia është atij që hedh firmën, siç është përgjegjësia atij që hedh firmën edhe një nëpunësi të thjeshtë, padyshim është përgjegjësi jo vetëm administrative, jo vetëm ligjore, por mbi të gjitha morale dhe kushtetuese e kreut të shtetit. Është nëpunësi më i lartë i një shteti. Dhe në këtë drejtim, presidenti do mund apo kishte rastin për të treguar që nuk është thjesht një nëpunës i shtetit, por është edhe një gardian i kushtetutës, ashtu siç parapëlqejmë ta quajmë ne kreun e shtetit. Hedhja e firmës së tij, siç ishte ai dekretit për qeverinë, duke dekretuar edhe një ministër jo human, por një nocion teknologjik. Pastaj edhe zgjedhjet në Tiranë s'bën asgjë përveç se konfirmuan që presidenca e zotit Begaj do të mbahet mend si presidenca më e dobët, më e shpërdoruara politikisht, mund të mbahet mend presidenca e Ilir Metës. Por unë mendoj që është edhe më keqe presidenca e një kryetari shteti tërësisht jo të përgjegjshëm, të nënshtruar, të ku firma e kryetarit shtetit duket një gjë fare modeste.